Ministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka shprehur ngushëllimet e tij për ndarjen nga jeta të ish kryeministrit të Shqipërisë dhe liderit historik të Partisë Socialiste Fatos Nano. Përmes një postimi në Facebook, Kurti kujtoi takimet e tij personale me Nanon dhe vlerësoi kontributin e tij politik në periudhën e tranzicionit demokratik të Shqipërisë. Kur e mora lajmin për vdekjen e Fatos Nanos, më erdhën në mendje kujtime nga dy takimet që dikur i kam patur me të, shkruan Kurti. Herën e parë, në fillim të vitit 2002, disa muaj pasi kisha dalë nga burgu në Serbi ku isha mbajtur rob, së bashku me 2000 shqiptarë të tjerë. Kjo përvojë u kthye natyrshëm në temë të bisedës sime me Nanon në atë takim njohës. Ai tregon se takimin e dytë me Nanon e kishte zhvilluar kur ky i fundit ishte në krye të qeverisë shqiptare. Fatos Nanon e kam takuar për herë të dytë kur ishte zgjedhur kryeministër i Shqipërisë, me që rast ai më priti bashkë me Adem Demaçin dhe Arben Xhaferin. Nga atëherë më kanë ngelur të pashqitshme nga kujtesa bisedat e tij plot pasion për politikën me Bacin Adem dhe Arben Xhaferin. Kurti e përshkruan Fatos Nanon si një figurë qendrore në historinë politike të Shqipërisë gjatë kalimit nga regjimi komunist në sistemin demokratik pluralist. Ai shërbeu 3 herë si kryeministër i Shqipërisë në periudha të vështira për vendin, nga rënia e komunizmit te trazirat e vitit 1997 dhe proceset e rindërtimit të mëvonshëm, thekson ai. Në reagimin e tij, Kurti nënvizon dhe rolin që Nano pati në mbështetjen e çështjes së Kosovës gjatë viteve të luftës dhe mbështetjen për UÇK-n. Në biografinë e tij politike, Fatos Nano ka një kapitull të rëndësishëm për rolin e tij në periudhën e parë të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kur terreni shqiptar ishte arenë e lirë e organizimit të saj, shkruan Kurti. Kryeministri i Kosovës e mbyll reagimin me një mesazh ngushëllimi për familjen, bashkëpunëtorët dhe bashkëpartiakët e Fatos Nanos. Ngushëllime familjes së Nanos, bashkëpunëtorëve dhe bashkëpartiakëve të tij, si dhe miqve e të afërmëve, u kujtoft mes kryeministrave të Shqipërisë për rolin e tij historik. Mbyllet ky reagim i kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti.